Në thelb rezoluta është shumë pozitive, në rand parë e mban ende në fokus, i mban në fokus krimet e luftës kryera në Kosovë, me duke u përqendruar më shumë te dhunimet seksuale si krime lufte, tek rasti i zonjës Vasfije Gudman Krasniqi. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që këtë rezolutë kanë përkrahur dy palët, pra edhe Partia Republikane edhe ajo demokrate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk jam i sigurt se sa mund të mbrijë realisht që të ndjekën penalisht kryerës e këtyre krimeve të luftës, sepse rezoluta merret me këtë çështje, pra kërkon që të procesohen ata që kanë kryer dhunime seksuale si krime lufte në Kosovë. Nuk mund të presim pra rezultate, mirë po ideja është që kjo çështje mbetet në fokus të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe si themi një ndër arritjet që mund të mbrihet me këtë rezolutë është që të ketë ndoshta në Kosovë procedime para gjykatave më shumë edhe më kualitative, me qenë se rezoluta bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të investojë më shumë në trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë, e gjithashtu edhe të përkrahë shoqata të cilat ofrojnë ndihmë psikosociale për këtë kategori të viktimave, pra të mbijetuarit të dhunës seksuale. Kjo rezolutë bën thirrje për drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe përfaqëson një hap të rëndësishëm të përpjekjeve ndërkombëtare për të adresuar krimet e luftës e veçanërisht për të siguruar drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Siç e këtë e shohim si një akt shumë të rëndësishëm ligjor, por përveç kësaj e shohim edhe si një akt human, pasi që e vën në vëmendjen globale dhimbjen edhe sakrificat e të vituarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, dhe është një dëshmi që bota demokratike, pra si SBA-t, qëndrojnë pranë tyre. Përvoja me Serbinë ka treguar që me rezoluta të tilla e besa edhe me presione direkte politike nuk është mbërri shumë. Si një rast krahasues mund të merret rasti i vrasjes së vëllezërve Bytyqi, qytetarë amerikanë, të cilët ishin arrestuar nga policia serbe dhe pastaj ishin gjykuar me 15 ditë për kalim ilegal të kufinit, dhe pastaj ata zhduken dhe mas disa viteve gjenden të vrarë në një varrezë masive në Petrovo të Serbisë. State Departmenti ka bërë presion direkt tek kryeministri i atëhershëm i Serbisë, ka qenë Vučić, edhe të ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić, që të zgjedhet ky rast, të dënohen përgjegjësisht, mirë po kjo kur nuk ka ndodhur.